Pranvere vitit 1999. Shqiponjat fluturonin mbi male me pushk në krah dhe zemër plot zjarr. Në anën tjetër të kufirit Tok Hadigjej, Kosova thriste për liri. Luftëtarët e UÇK-s, bijat këtij kombi, i dhanë fund një kufiri që ndante gjakun nga gjaku. Ishte koha e dhimbjes dhe krenarisë. Fshatrat të tërë në Tropoj u kthye në shtigje lirie. Ndërto ishte edhe Padeshi. Një emër që sot mbart peshën e një historie që nuk guxojmë ta harrojmë. Nga këtu kaluan luftëtar, ndihma, shpresa. Dhe nga këtu filloi thyrja e kufirit në Koshare, simboli një epoke. Ky nuk është vetëm një rrëfim për luftën. Është një rikthim tek ata që ndihmuan, luftuan dhe besuan. Është zëri një fshati që u bë udhë për lirinë e një populli. Jemi në vendin ku pushon përgjithmonë binjt më të mirë të kombit ton në varrezat e dëshmorëve të Kosharës. Kosharja është vendi i luftës, i sakrificës dhe i qëndresës. Këtu u der gjaku për liri. Këtu u thye kufiri që ndau për dekada gjakun nga gjaku dhe popullin nga kombi. Por Kosharja nuk ishte vetëm. Rreth saj ishin shtigjet, malet, fshatrat që u bën krah, shpirt dhe zemër e luftës. E një ndër këto fshatra është dhe Padeshi i Tropojës. E ndërsa qëndrojmë këtu në këtë vend të shenjtë, presim që të na bashkohet dikush që njeh nga afër rrugët e lirisë. Ai është një banor i fshatit Padesh, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në betejën e Kosharës. Shtëpia e tij u kthye në bazë të UÇK-s. Aty u strehuan luftëtar, u ushqyen, u përgatitën dhe u nisën drejt frontit të luftës. E sot do të na tregojë nga afër rrëfimet e atyre viteve, jo thjesht si kujtime, por si jetë e jetuar. Në skajin më verior të Shqipërisë, në shpatet e thepisura të malësisë së Tropojës, ndodhet një fshat që historia nuk mund ta kalojë në heshtje. Fshati Padesh, një fshat i vogël në madhësi, por i madh në histori dhe zemër. Në pranverën e vitit 1999, kur flaka e luftës për lirinë e Kosovës përfshirë çdo skaj, Padeshi u bë streh, u bë rrugë kalimi, u bë zemër e prapavijës së luftës. Në shtëpitë të këtij vendi u pritën luftëtarët e UÇK-s. U ngrohën, u ushqyen, u pajisën dhe u përcollën drejt frontit më të ashpër të asaj lufte, drejt Kosharës. Banorët e këtij fshati të lidhur fort me tokën dhe traditat e tyre, bën sakrifica të jashtëzakonshme. Ata nuk ishin vetëm dëshmitarë, por edhe pjesëmarrës aktiv të betejës për liri. E ndërsa në Kosharë thyhej kufiri më i blinduar i ish Jugosllavisë, në Padesh thyeshin heshtjet, frikat dhe çdo kufi tjetër për lirinë e vendit. Ata që nuk mbajtën pushk, mbajtën bukën, plagën dhe shpresën. Padeshi ishte mbështetja morale që nuk matet me asnjë armë. Kjo lidhje e palëkundur midis Padeshit dhe luftës në Koshare është dëshmi e një kohezioni njerëzor dhe kombëtar që të i kaloj dhimbjen dhe frikën. Sot, ndërsa kalojmë përmes këtij fshati, ndjejmë jehonin e asaj kohe, një histori për guximin, sakrificën dhe besën e malësorëve që kontribuan në ndërtimin e lirisë së Kosovës. E sot kur Kosova jeton e lirë, Padeshi mbetet si një gur themeli në atë çati që quhet liri. Ndodhemi në fshatin Padesh, pikërisht në shtëpinë e zotit Arben Hajdinaj, në kullën e tij i cila u bë baza e parë strehimit për UÇK-n. Zoti Arben,
Po. Knasi që na pritet. Faleminderit. Edhe është knasi e madhe për ne të na tregoni për komplet historinë e jetës tënde. Faleminderit shumë për vizitën. Si kujtoni ju ato vite? Po, që jë më konë i vogël dhe më thonë, tiko 10 vjetë që më konë, unë e sërbë t'i kom urije. Edhe mas pone mos si, dhe më thonë që më ka jetë e emni të Karaulla e vjetë, si kanë posë këtu. Kanë posë, ka jetë e emni, atë ditë e mas unë sërbë të kanë posë emnin të shënohë Për gjithçka. Kundër tyne. Dhe më thonë, ka pas morë flamurin e vogël, i mua 10 vjeç, ja pa ta morë mësuesit aty në tavolin, i flamurit të vogël, edhe arke një motë pejt të Karaulla Serbit të shtëpiat tona. Edhe e marrë ja lidhja të flamur me Formace. Po, edhe dalë si për Karaullët, ishin kalu i dushtarët top aty të Karaulla, edhe e lësha ju në atë mocën edhe shkën drejt e hinë Karaullë. Edhe janisin edhe ka bretasin shkjet e njekëshin në për Karaullë, aty në për rrëthim, mje në zonë mje hek flamurin vëshke këty, valua ja i shtranuën, edhe atë ditë e mas emne jam akon të bëhon aty. Ja u kom këput telin e telefonit, si kanë pos me një kabull. Telefonat pejnë pozicion, deri të vrejtorët, si thonë, ne kanë pos ashtu, do më thonë, shkojshë ja u këputësha, ja u bledhësha, ja u marrësha, edhe piramidet, po kanë pos sërbë, shkrumë për shumë Jugoslavia, të shkojshë ja lyjësha me dhej. Ja u mshelësha, ja u kom pas kap shenin e kufinit, e shku e dërzu e ushtërisë tonë, ja kom pas morë fletë lavdrimin e vakt në shkolla, në artë të shkolla shteti shqiptar, ma ka dhonë fletë lavdrimin për punë si e ke kap. Tashëm falë që po të ndërpres, me mësua, mësojsha veç ke pas ko për shtë sene, për shtë aksione. Me mësojsha, po jo s'ka dalë koha më duket. Jo rjedhje qatë, po dhe s'këm pas për një mësua. Po e ke pas mendën për vrapstime. Për që të punë jëmë konë I pari. Po për desat ka dhanë fletë lavdrimi po krijet. Fletë lavdrimi të shpa të në shkollë, ma ka dhanë për që të rast që këta të dërëshin si me pakop një ushtarë sërbë. Ja u morë shqemë në kufini. Patën organizuese në atë vakt, të më thonë, të këshim gjithë fëmijët pa deshit, u dëshke me konë dikush përgjes, kishim ka 2 orë me bosh, do më thonë, shërbim në zonë, atë me pa, për shumë, kush ishtë i pa njëfshëm ja lypë letë njëftimin, ose me njëftu e ushtarët, si ishën të ushtrinë, e më patën caktu mos, si komandant të ty në atë vakt. Atër erë puna, do më thonë, në të nishit. Vjen se baba Sadik jam, do më thonë baba jam, se ka jam Sadik Hajdini, vjen një aparativ që o konë një sigurimit të në padeshe dhe ta konë baba se kish lidhje me sigurimi, edhe i thëtë si na duhet 2 kual me na i gjithë, edhe për me na u do armatim që pika që njësh. Edhe më thëtë mu baba, mi marë kalin, e marë kalin tem të mirës, edhe mushkën e ushtërisish, shkojmë të raport aty, dheshëm tesha ushtarake, gjëja këshena ushtarë qëtnish, ka dalim të pika e vjetër, si kanë pas verore, ushtëria, ka të ujmë armatim gjëja. Edhe në konë 3 Kosovarë, atë ditë si kena, do më thonë, si kena që armatimi tyne, edhe si kena për cilë me veti 3 jone me ushtarë tjerë, sigurimit ishën ata, do më thonë, po, kur dulem atje si, do më thonë, i qumë të pika si kishim me ilon, i shkarkuam qa patëm me shkarkue, edhe kur nisna, do më thonë me ikë posh me abdorën të 3 ata se ishin, njëni për i tyne më tha, së dhe mas tha je ushtar i Kosovës. Po, unë nuk e njofsha. A i shkon Adem Jashari. Kur si ra me familjen e ti, e pun foto, e dita si shkon a i, në atë vati, nuk e kom ditë si është Adem Jashari. Edhe armatimin e ka përpru në një pashi joni, e konë shefer i kufinit, abedin shpenit. E ka përpru këton, pash të raportin në padesh. E na këna bërë për cilën. Po, përsa për këtë luftës në 98-99, si kuptove lëvizjet e para të luftës? Që reagove dhe more pjesë u përfshive? Do më thonë që u përfshira mas por e mo, ku patën ra hereqi, slupi, do më thonë prit, që mas ras këshorës e ra, edhe mjes forcat serbe për të varezave, të livave atje, kënë grumullue. Edhe në mjes po i shojmë ato grumullimin, na i njëm push në atën atje si ranë, kur po i shojnë ka i ngrehim me të lbi, i ngrehim
Lagosën e të vram zhag civilt. E aty erdhi helikopter pe Gjakova o pe Prishtinë ka nuk e di erdhi aty të forcat aty. Edhe Zhdripi si general se u do këtë domethënë diku sinel si erdh. Në atë moment e kapin një civil, 2 shkije, edhe e shtojnë si me quë një 50 metra larg, edhe e vrasin nërsi ati oficerit të nërsi ushtarve, e na kena po me tulbi, kur e kanë vra, edhe ara. Aty jem konë betua se veç mos, do me thonë, s'pate marmatim tronë, se ishtë larg, se a dit jau kisha nis luft. Aty e mas, do me thonë, jem konë betua. Se veç me ishin prite me bo qka të mujnë ta. Edhe qashtu kom bo. Kena me shku prap tash, kuj këna shqit në prit të me thonë, kuj kom shqit 2 pizgavera në prit me nasim haradin me shok. Do të shkojmë vend gjarjes. Ju në atë kohë hapët dyrët e shtëpisë tuaj për strehimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po. A ishte një iniciativë e nisur nga ju, apo kishe kërkesë për të liru shtëpinë tuaj në atë kohë? Do me thonë, në gjak e kishim për me një muë. Po. Me të në mënyrat që kishim, si une, si baba jam Sadiki, krejt i na kena pas si gjak edhe gjithmonë kjo kull ka për qelë, luftetar, se a kanë vend kyç, do me thonë, Pik kyçe. Kyçe si a kanë për kufirë, për Kosovë e Shqipëri. Edhe i kena prit e për qelë, do me thonë, para pas pare. Si heret për para, si tash, si Babgjyshi, Baram Cubeli, do me thonë, Baram Cubeli, do me thonë, në kohët të vetë Serbis, ka pas vrada i Serb. Njet me zonë, do me thonë, heret. Herët. E ke kupto. Të na herët jena konë, do me thonë, kundër e tyne, edhe na kanë pas dje kullën në atë vakt, po, para shumë vitesh, dikur shkjet, na kanë pas dje kësi, i ka pas vrava Babgjyshi. A mund ta shohim kullën, të afrohemi edhe? Po, do ta shohim komplet. Okej, faleminderit. Edhe diçka. Do me thonë, i përcjellsha ushtarët për skaj Karaullit, shqive, se ishin më të sigurt. Po. Për me armatim 98-ën në fjalla, do me thonë, i përcjellsha ashtu, po i the rakon, dje 5 mëlice, pe të natroj dhe i kom përcjellsë. Qka, do me thonë, kisha unë kontakt, se marshin e ke kuptë, se unë i drejtoj isha për shembull, me ju thonë, dalshin derin, majt nishit të shafa liqel, sa ne kanë kalu shumë, e ke kupto? Po nuk e disha, për me i thonë, hajde një qitu, se ju kaloj në pojë një dhe rakom qitu, se këto e disha krejt të rejni, e disha orën, kur ndrohen ushtarë të shkijet, e krejt unë e disha, edhe ku pishnu e disha. Po, zoti Arben, si u krijuan atë kohë lidhja me ushtarët e QK? Si arritet ta krijojë një lidhje për të komunikuar, për të marrë vesh me ushtarët e QK? Lidhjen mas pore ma kom bo me Nasim Haradinin, me komandant Nasim Haradinin. Ka bo bear, do me thonë, kur ka një si shetër si parashit në Serbë, aty e mas, a i s'mu ka da kërku, as une, as a i, për gjithë shka. E kanë mirë pritun në kullën tonë. Sepse në atë kohë duke pas parasysh që nuk ka pas mjete telefonike, ka qenë e vështirë kontakti me ta? Kontakti kena pas mësh me radje, lidhje në zonë, ka kupto këtu në zonë tafërt, ka kupto, po me Nasimin i kena bo të na. Kena bo aksione shumë, do me thonë, aksione më i forta më konë me Piskavera, si do të shkojmë bashkë në vend gjarjes. Edhe 2 herë i kena morë gomurët me Nasimin, me ushtarë, me shokët vetë, i 2 herë na i kanë morë sërbët. Se ishtë terreni i shplut në nonën tonë, kurse nonën e sërbëve ishtë shumë i përshtatshëm. S'kena mujt me, do me thonë, me u maj. Terreni favorit. Edhe na patën blokue, do me thonë, as s'kena mujt me kalu armatimin, na pat jetë armatimi, bilës disa tonë armatim, do me thonë, na patën jetë në jezë, në 3 baza në jezë, edhe në 98 e kena bajtë, une me gjallë miqës, me kual të ishin blem të uqukeja, edhe me kual tyne e kena bajtë 2 javë ditë, ka 3 rrugë, i bëjshim ditë, pe atje e në patesh, armatimin. Tonë e kena bajt na, unë e me djo mirës. Edhe kena transfertuar që në papaj. A keni qenë e herë të rrezikuar jo si fshat nga pala serbe? Po, të rrezikuar duke marrë parasysh që emri jot pas ka qenë i shkryt në listë, në top lista. Jo në top listë, po konë, do me thonë, i shënuam në libra ty në gjithë kohë, për si s'kom lanë, do me thonë, gjapa, po,
nda. A kanë tentuar e pala serbe t'ju dëmtojnë ju? Ju dhe familjen? Kanë tentuar, na kanë zhujt me mërtaje, na kanë zhujt me snajpere, kanë zhujt me mitrolaz, zhujshin Peter Rasa, kanë shtipë dhe për drejtari plumat. Po fatis nuk na ka marrë, e kuptoa, se kena lëshua të rritorit. Këtu s'ka pas shans me hi kam shkirë, as natë të tjetër. Do me thonë. Tash do me folë edhe për në zonën kërën hi forcat serbe në Kamenic. Kamenic. Janë fut një vendin fut 1 kilometër gjys, një vend 1 kilometër, do me thonë vi ajrore. Po. Edhe janë fut, edhe kanë djek 2 shtëpia, 2 ples i kanë myt e 1 plak. Edhe këtë silama nuk i përmend. As banor si kanë ka pushkën kasajt, edhe djemë të Lazinës. Djemë të Lazinës, kanë dhënë kontributin e tyre dhe ata në luftë. Atë ditë, si në hi forcat serbe, ata djemë të Lazinës i kanë hetuar. I kanë hetuar dhe u kanë nuar mitrolëz, edhe një djalë për ty në dalë... Ju kanë bo pritën. Jo dalë tek vrejtorët, edhe na ka thonë ne, si ishim front Kosharës, si janë hi forcat. Ju kanë raportu? Po, raportu si janë hi forcat në Kamenicë. Na Kamenicën e dishim si ishte e mbrojtën e policëve të kufinit Shqipnisë. Kurse ata ishin kon kapin rakije edhe janë ras serb. Do më dhe mos ishte për djemë të kasave të Lazinës, ushtria serbe... Ushtria si jemi në mur krah. Për mas, Edhe du të me përmenë edhe komandanti për respektin që kam për ta, që ka ba shumë për ushtrinë qëndimtarët të Kosovë, se për zonën krejt propoj se të has kuks, po du të me furë realen. Du të me përmenë edhe banorët. Mos mja hum mundin, se kanë rrezikua dhe ata. Po, kanë rrezikua dhe i kanë këthy mrapsht. Ju kanë bo prit. Atër ka nërhy ushtria shqiptare me tankën e topa, edhe janë këthy se mrapsht. Vazhdojmë të Kulla. Me ne do bashkohet edhe nëna e Arbenit, sepse në luftën e Kosharës nuk ka dhënë kontribut vetëm djemt dhe burrat e padeshit, po edhe gratë dhe nënat e këtij vendi. Këto është nëna Loke, nëna krejt padeshit edhe krejt Kosharës, që do të na tregoj për sakrificën që ka bën ato kohë vështira, sa të vështirë ka pas, se si ka arrit mi dal dhe mbi gjitha se si u ka dhënë jo vetëm ushqim apo mirëmbajtje, po edhe zemër krejt djemve të kombit tonë. Nëna Loke, çushje? Mirë, ka dash zoti. Shëqër. E fort. Këto janë ardhë djemt të Uçekes, 98-ën ka ardhë Nasim Haredini me shokë. Atër ardhë Agim Ramadani, ardhë Anton Çuni, është ardhë Saliçeki, Ise Berisha. Kjo kull është histori, se shito kanë vrejtue, e kanë zbulue, e kanë përgjue. Edhe tonë që a ideal si e ka rok pushkën për shlërinin e abdheut, është trim edhe zemër luan. Se nuk ka konë letë as këtu mu thujo kufini. Këtu është histori Kulla edhe tu ka thujo kufini. Shqiptara, Shqiptar, vërtet. Une i kom prit sa kom mujt, jom mundu e mirë, rrezik jem konë edhe nëse ke pas shpin ditë putinit, na e na konë të armatosur me zirë dur, Sadiki i ka prun këtu aro papaj, të treshi, e i ka prun për me vrejtu këtu. E kanë kriju besimin e kanë orë. E kanë vrejtu, e kanë zbulue, se Sadiki i ka prun. U ka thonë më artë, e kanë kriju besimin e janë hitë. Në pishe kanë vrejtu. E kanë po krejt divizjet e armikut. Edhe sa kohën qabin, edhe sa dalin, e sa shkojnë mojtaz, sa shkojnë djataz, sa shkojnë tjetë pështë, sa shkojnë për tjetë. E qëfar armatimi për bje për hetë. E qëfar special, tash. Krejti kanë morë për ishë saj pishe. Djemë të Kosovë, si herë ka vejtu e Sadiki. Atër o shkuat ju ka thërë në orë ata.
Kanë kryu besimin e kanë bëjtu që të na dhe na e na konë rëzik, po të armatosin një më konë, mëra mas mund na këshin hi, pasha Allahin që atyr u ishin, që të dalshin shkit e brejtojshin, e djemt ishin në pish. Hepshin pa osdrit, e shdrepshin masi u të rëjke. Që ata si kanë brejtu këtu, se të nushtarve në mund jau për me emnin, në është i njojnë ja për me jetë hatë i tjetrit, ma mirë i din ata vetë. Jëmë për tjekën që kanë blok i dit, një tha krejt kasetat i kom, pa diçka pa tagim Ramadanim ka dzoj, po harruva. Tha shoni, që ki kasetat që kanë brejtu këtu pëse së për i shetë, që ti, që dihet se kjo kulla histori, edhe s'ka marrë gjë shteti që 20 sa vjetë me mresh pak diçka, s'patë mundësi se vëllaj vetë djali e kishë mresh. Do fotografi, do pode, do seme, se lomarina nja koshit sa mos murzu ziti. Pak i par mjeshtrijet vogël sa histori. E po edhe rrugën se mreshen, se gratë, pe kosharje po dalin këtu vizit, të këthuju kufiri, edhe për kullën dalin. Gra janë dalë pasha zoten. Qështu? Na mas pari jena lidh me Nasimin. Në të thonë drejten. Mas pari me Nasim Haredinin jena lidh. Edhe për aksionin u jëm krejnare. Ata kanë dit me morë vindë shanimit, e kanë dit për me dalë. Prit e krejt. Po unë si jau nën shaqare. Tu ju thonë, apo e bëni shito, apo e bëni shito, sa ata kanë dit vetë janë konë Se ti dishe ma mirë sa ta, Jo, me ditë që këm pa bon kotën verit pi. Ke pa bon zborin kotën verit. Po pare këm pa bon, vullnetarisht. Vullnetarisht. Jem shkuet në stërvitje. E i kom stërvitje dhe gratë. Po Nasimi, në shok dhe vetë, ka ditë me do në pritë dhe shok të Nasimit e tënë Nasimave. Po, unë nuk ja klonë qarën të i thonë, o del një brasha të pritë pizgavirave, një pizgaviri ka fa dollë agim Ramadani të tela me hmetit, këtu të rri pa i thomna, si shko pej rase. Si shko pej rase, o rri ti thomna krejt vemet. E të tela me hmetit, agim Ramadani edhe të atje. Që shpëj thorë brenon ko të rase zogit. Sa zogit, akon agem Ramadani me shok, se unë i di ato akcione krejt. I di se i kom mënje këtu, se unë shumë kona atje. Po i kom mënje, ja dalë komandanti, ja dalë natje ata ushtarët, shkijet ka në rrezët dilit, ja dalë komandanti, ta ka prit agem Ramadani shanajtive. Në atë ku, shatër shikur o konë. Më më të tjetën njën që të. E këtu kanë ardhë ushtarë, më më të tjetën, edhe mas jasë ju kufini kanë majtë këtu, në qitë kumë. Një ditë po shliru dhe me e kanë granatue. Se kanë qitë bëllë, këme bëllë gropa ka pas një dhe me si s'fumi ja kanë shuë një. E kanë granatue. Dhe pasha zote një mundu me mishë me shpirt për ta i shala zote, një ne ka hup. E shala se o hup zote mundin kur? Se edhe që të pithëm. Aste një mark, as del komamont, as del ushtar, si a ka marë Sadik Barami, as Sarben Sadiki, as Ferida Hajdinaj. Aste një se ke marë, na ke pas halë vetën mu shlirue, trojet shqiptare e me konë një shqiptari. E luke. Se halë ki pa thonë, balaj, këni pa morë pore, o jo brese, ata i kanë shkru me kush ka morë pore, markat. Kush i ka morë markat i kanë shkru me ata, nuk konë që ashtu në alfabet mës me ditë. Po na nuk kem morë, na kem gjithë shka drejt, jem konë mu shliru dhe me. Se më kanë me që toj gjomë nënë se plakë rokat të ashtrut. Ja, mirë, fjallë me vend. Tash, a mundesh me më kalzu sa të vështirë e keni pas jo, si femen, me dhonë kontribut, ndoshta jo me armë, po me qa ke mujti? Ju vet edhe gratë e padeshit. Pasha Allahin, kushtet nuk i kem pas heq. Dhe gjithë shka kem pas halë mu shliru dhe me. Mu shliru e tokat shqiptare, tonë shqiptare, ku do t'jenë? Atë ka pas një mu dikush në atë ko, për shembull me gatu, me la, me shpla, me priti me përcil? Unë e kom pas veçiri që tu
E na me kazona, me shporeta, me qëto i kem posë. Keni rreth. Po. O na jau të shatë e shatë mëre, pa di mëre kur o thyë kufini qëfar ku hakon këtu. Pa di mëre si valaj me folë gjënë për tëtë më për edhe, më për tënë Kosovë kanë vujt. Dhe shkur o thyë kufini që tu kanë vujt ata djemë bëllë. Dhe shëzoti si o konelt edhe atë trupi ty nedi. Se o konë shumë ku hekishe. Bore, shije, sklote. Kushtet vështira, po. Bjesh ka kona i nënë këtu, merë kryje, këtu bodalke, o zëtë, dhe qatë e bin. Edhe nuk ka konë bashkë letë me thuje se gjimja kujteshën tërën të letë kolaj. Po, nuk ka konë bashkë letë që besa mu thuje kufini, se o konë të gollë mëve, dhe shënë gjermin si që atje, e zonë që në pritë në gjeti, na jena konë dhe mali, ja u kemë bitë kajtë që frujët. Kajtë ja u kemë bitë, valoj. A ka ndodhë në i herë që këtu në kullën tuj me ardi kush i plagosën? Po, është në qaftë marinë që policë. E më tha loke, me vetë prill, jam plagos, pa bëjme në pare, këmë marrë të kuva. Në kullë t'jujnë, ka thonë. Se mës t'isha marrë dhime në pare, që aty tha, unë thëmë si sha gjallë sot. është ndagonë, është policë. Ju si nana e Arbenit, duke di që Arbeni ka qenë i pari, për gjithë shka. Vallaj, vallaj për qëmë, se u të qëmë edhe shtetit tonë. Pikërisht, a ka ndodhur ndonjëherë për shembull me pas në presion ose kërcënim me thonë na lëje djalin ose që është ka bën mrapsht e marr nuk është kanalet. Një komandant të posta më pa thonë, dalë me djalin. I thash non, ka thonë mos, se ky e marke Gjermane në gjujke, për mi posta më kop. E bora me viti, i thash hajde, kë rashi këtelteni. Po. E ka thonë kjo kunota, nuk mu me gjujt, ka thonë qka? E ta ku mu, pak, në paramide. Në thiri komandanti roba, edhe kjo aty. I thash, pa i thash ti e ka gjujt e në skije, së më marrë edhe në ko plagosë një punë e mave. I tha kjo, apo hetë s'pase, po ta shqivë t'ju dhe një. Arben që s'ngësh Arben. Qa me bësë? Ke mrapsht Arbeni. Gjithmonë kë i ka ngucë. Tëna heret i ka picat. Ka picat vetë, a? Si ja u kalon qaren, vallaj, kur ku për ma marrë ke pushke, nuk këm pas karabine sa di ki Gjermane me leje, pa shashit asy. E marrë shashullin e ja heksha, e të shekte i më shefsha, të dy armeve, edhe të në shpine halakat këtë e gjithë salon ke. Në grunë, mërë, të thasë grunit i kom shtinjë, edhe i ka gjithë. Edhe i ka gjithë e ka shi. Su pret këtë u shi. Hera, ma ju veshka u math ke minjëre, dalke. Ushtarët e asaj kohe, përveç se kanë gjithë strehem o ushqime çdo gjatë gati prej teje. Ti si non, qa ke mujt mi o thonë aty në djemve? Unë gjithmonë nuk më thonë, sa të muni me vrashkije, e me shliru e dhemin. E me kanë lirë që shjonë sëtë. Se mës me pa kapu që keja pushken, as bota si kish një muë. Kur i ka grithu që keja shkijet, edhe bota i ka një muë. E sot në qofë sa të djem dhe ishin gjallë, qa do ju kësha thonë? O, ata s'janë të harruëm kur? Kur s'janë të harruëm? Se ata kanë ka pushken e përshit mu shliru e Kosova, trojat shqiptare, janë sot. Edhe mu bashku me njëni tjetër, është vërtet, inshallah, lavdi gjithmonë dëshmorëve tonë. Po, lavdi e vëllaj kur nuk kanë mu harrue qëfar djemsh janë kanë. Edhe atë natë që janë ka thëjet kufini, me dze për qinoren, për më ardhora për bëjro. Që ta djemë, që ta dëshmore, që ta sjone. Me dze, me së kënë ta në kom ma ishin. Në ku të bëllë ma vakuva. Në kom ma ishin. A, na të regon pa kullën mrena, jam kurioze me po. Po, shala, po shushja. Që të shëre në anë bërejta, i mëshën shkallë të punë, që me i mua shito. Shito, e hepshin atje, edhe i kanë edhe me kamerë të marrë në ushtarë të uqëkesi kanë. Filmimet asaj kohë. Filmimet asaj kohë, kanë i kanë. Edhe asini fëlte edhe me radje me i shituri. Që tu kem pangreja të me rota, du më të pikë shtatëshin.
Kosova duhet me bo diçka. Qëre edhe Vjasharin e kem bo vetë këto. Se krejt janë shkua për trojat shqiptare të Kosovës. Qëre, tuka kom këto. E kemo përpara qa dhome ka qenë oda, dhoma, saloni. Kjo konë guzhina, që me Alex. Aty o konë shpëreti që aty shpëreti. Që tu a ujë nasi Baradini, e këto janë ujë ushtojt, edhe une, i këmë thonë, që shto duhet me dalë prite, që shto ata i kanë ditë të na vetë vërsi, une së prajsha të i thonë. Të lishe vetën i farë komandanti. Po, ato jam atë dojnë drejtim. Po, vallahi. Shumë mirë se kontribut është të vajra. Edhe këtu a konë shpëreti nënë, qëre, këtu, a konë shpëreti që i tela këtu, si ja mëshim teshat kur beshtaga, as delë s'kishim. Po, që t'la muri këtu, a konë ujë në alim Ramadani që aty, e ushtojt këtu, e une këtu a konë shpëreti, edhe ja ku bo me gisht. A jeti komandanti, tha vallaj komandanti Google, më tha. Nga teje. Po, e këtu, janë konë që tu a konë shpëreti, unë ja ku bo me gisht. Edhe ku njofta, në si të ushtojrë dhe njofta. E njofta në si të ushtojrë, se ushtojrë të kështë në qëtë gësë, për falke e shumë vogël, falke edhe shumë pak. Qështu të, janë konë 2-3 ushtojrë, janë konë si janë konë 3. Edhe si nuk janë konë të përgaditun. Se tjerë tënë janë konë përgaditun, për një kanditarmet, tënë e kanë ditë që shdu të dalë prit, që shë gjësot armiki, që shë zbulohet, krejti kanë ditë. Po mua nuk më majke. Vazhdojmë, shkojmë shojmë pjesën tjetër. Këtu janë konë 2 shek të ramë. Qëtu. Krejt 2 shek të ramë janë konë si ka majtu që kija. Bile i se Berisha kuratke, nuk ishim as jargona valoj sëraj. I batani u pëshilke. Që ato orë që i kesh për me pushue. Një batani u pëshilke, se s'kishik. E kur ish koha për shembull me u çu ushqim ushtarëve, a gjithmonë kanë ardhur janë ushqy këto apo jeni detyruar me shku me u çu ushqim edhe atje? Jo, pasha zotën, ka i herë janë ardhur këtu, e kur janë ardhur të treshja atje, ushqimi u ka shku për atje. Do më kanë marrë pjesë edhe gratë për me çu ushqim atje apo vetëm burrat? Jo, kanë çu djemë të uçekesa. Djemë të uçekesa atje. Atje të rasa, andaj ku janë konë pikat, kanë çu djemë të uçekesa, vojke ushqimi të treshi. Të treshi. Këtu janë ardhur, tu çaje, buksa, për mujtë, ti e shate shito. Edhe kur arshin u ndrojshin, njësite, u pështekshin ka pak. Fasha, zote, me dhe mas jetë për kufinit në dojën konë këtu. Edhe këtu e konë krejt dhoma në 2 shek. Edhe këtu ka pas gjermë. E këtu shëre kogëra në këtu, se kja konë me ati kalkonit e kanë shumë rëmë kalkonin, e preva si është ra, edhe i ko qohë të stjente e ka dridh, kullën e ka dridh, këto po dhe sene se, kurse këto muri është të vëtë të gjanë. Granatu kulla? Po, dhe më thonë, mas një muaj o diçka se a thy kufini, tu i granatuar çdo ditë, dhe më thonë, e pa të më quni predhë. Dhe më thonë, edhe shqip murë, që po bon rishta se ka patilizuar fti mrena. Ta shifë është të trame, si të ka ra gurta, ta është trame, ta shika. Gjithë ka po dhe po. Ka goditja. Që të i kemë bo mas lufte që të drosa, i kemë që të ama i kemë, sa kërë mërën kërejt, i kemë bo mas lufte. Pa ta mresh pak. Po dëshke me majnë ta. Po. Ju mas luftës sa vite, edhe sa vite keni tu në kull ju mas luftës? Edhe po këtë patëm një 10 vjetë. Edhe 10 vjetë mas luftës keni jetu në këtë kull. Me plasmas, që shtu kena jetu.
Me thënë, Podet janë prish se nuk ka më mrekulli të madhe me respekt për me vetë historisë në historia. Dhe më mafshin me hup kush nuk mu. Se janë ushtarët e uçekesi folin vetë. Jo mua. Dishka me fol kur do më thonë para se mu thuj kufini, patën ardhë një do më thonë një dëmët ushtarë, 40 ditë ka najtë që të herë para, do më thonë, para se mu thyje. Po. Për vërtime. Për me drejtue. Më thonë, për vërtime se kretë terrenin, do më thonë, edhe është shumë interesant se ishin vëzhgim të serbëve. Disa pozicione si ishe u pojshësin plondor, këtë rasa do më thonë kanë pas pikën kryesore. Edhe ushtarët u veshën me teshat këqia, e dalshim kështë populluim gardhijet, se ishim toks këto. Qa me ljasi që ka shi ple me sadikin me les. Hadhe për mos mu zbulue. Po, e ple, A gjallaj. po, dhe mush ka caverje, Po s'po jau di me emnat në që së mund po jau moj me mbeti. edhe dyta e marshin kalin kështë e ka thejmë, tokën, kështë nuk e na sylëm me bas, me hup, dhe më, komplet me hup. Interesimi dhe tyne. Si gjëja, to ka përgani. Ata vesh gajshin, thoshëm kështë po punojmë aty, jo po tokën, jo po ekim gurë, po shesim dhe plep, shumë rove kena hap në për ara. Edhe diçka, kur i këm thonë nasimit për shumë dhe për medal në prit, u këm thonë medal të Korrizi, si din pizgaderat për rrugë me shitën ta, po ju më rëtullu medal për të Korrizi e me hinë në rrugë. Ata janë hinë në rrugë, shkije dhe ata kanë qitë për pjetë. Se e këm pas shkollën e Enverit. Do të shkojmë vatë. Ata kanë vite dhe vetë. Loke me fol me komunën e Baramsurët me ta dhanë një dekorat komandantja e Padeshit, se meritën. Faleminderit vallahi, une kjo meriton koha si i ka majtë që une veç. Jo, ti që pas ke pas mellime, do më thonë stratege lufte. Ata janë konë pregaditën u qekeja, po une ju këm thonë që shtu, i këm thonë asimit filon ka rezon shku djali, nuk e këqu, ca thonë vetë shetli më shku me brashkije. Po i këm thonë që ki me dal të kodra, me zonë priten, me shitën për zgadera, e ju më rëtullu për te kodre e pirë në rrugë. Shkijet kanë qitë për mi rrugë, këta janë konë në skajt në rrugë. Ta shqaja konë shkolla e Enverit. Ushtarote. Fasha zotën nasimi e dridhi e dhe ogen. Atje kuke. Edhe koti patën morë. Edhe i kanë morë. Ajo gjukata është e pa drejt juke, si mur krenat e uçekes, hadhi vetën me një lusë. Për shata i mur. E ka i mashe 5 vjet atje. Se krejt është me Serbien, gjukata. Mo shaj thimi, që ka për i thonë, në thimi, kur ishë nasimi ka flet gjukat, ja ku mu me më një tube, ja bëjke më steshe dhe ju kështu. Ja bëjke, kur folke kë. Kur folke Nasim Haradine, ja bëjke gjatë thimi, o dishu shë paternin. Si është, do anë bëjka një losje, diku po unë s'pun për i dita shtë e më rakat. Se me i tha një losje, do anë që i thimi, edhe shebe sa zotit kanë më ranë në shtek dush gjukata herdo kur. Se ka ba shumë kesh në shqiptarë. I ka të rejtua shumë kesh, edhe ka i të rejta. Vesh halli me një losu që kejnë, me o bo shjetin shkide, e sërbë, që kënik dhe të Bagradit. Se shqiptarët e kanë zemrën luan. Vërtet, oke. Edhe shqiptarët, kapetone janë. Sikur ti, shqiptarët sikur ti. Kune vogët lëm konë, po... Zerë, vesh. Grajnë si lëm konë, balaj. Po tash... Vogët vesh se gënë, zerë. Po tash njëqmija, po i përishtu. Pas ke qëllu me modhe, se pas ke pas me modhe. Kam thonë edhe Padeshin kjo me pakone modhe. Nuk na kish lonë me modhe përëm. Pas ke pas për bënë. Thonë kanë qashtu pashalojnë. Qashtu luke. Sigurës, Arbeni do ta çojë në një pikë tjetër të Padeshit për ta tregu diçka më shtonë. Non të Kosovës, non të Kobani, pjesën e Kosovës. Pjesën tjetër të Kosovës. Të aksionit. Të aksionit, kështu që qëndroni me ne, pas pak do shihemi atje.
Jemi në ish kazermën serbe në Koshare, e njohur ndryshe si Karaulla, e cila ishte pika kyçe e luftës. E pas më shumë se 2 dekadave, kjo zonë shpjegon më së miri sakrificën e jashtëzakonshme që kanë bërë ushtarët e Kosovës për të gjetur rrugën e lirisë. E këtu me mua zoti Arben Hajdini, i cili ka qenë edhe pjesëmarrës në betejën e Koshares, do të na tregojë më me saktësi çdo detaj rreth kësaj kazerme. Zoti Arben? Po, nasia me modhe njëtën të më konë, kur me datën 10 prill, jena fut në kazermen serbe në Koshare. Çfarë ndjeve atë ditë? Njësi, njëtën teme, emocione më të mëdha nuk ka pas për mua. Si na fut në kazermen, nuk po thëmë, po i 7 ose i 8 jem konë si jem fut në kazermen. Edhe peshohim tashti, që kam ka bo përshtypje edhe emocionet më të mëdhaja mo si i kom pas kur jam hi në objekt. Kjo burë, zëtnin, si ka shtu për trimin tonë. Që tash shëtu, a kanë, do me thonë, guzhina. Se u përgadit je ushqimi. A kanë stufe e drove, pe këtu e dhe me thonë, edhe janë kanë kazanat me zhjel ka zihen. Zhjela, 2 kazana, sa mos me 2 vetë, mos me... Mujtë me përthyr. Me të më thonë me mbledh. Edhe shaja konë më e fortë të mo, e më emocionet që i kom pas më të mëza, kur i kom pa kazijet zhjela e tyne. E ata... Ishe shtru ata. Ne kishin lonë bukë në gatshëm edhe ishin ikë. E thonë, na u ka marru armatimi, kena gjithë armatim në për pozicione në objekt së të dush, po rajnë. Kjo është, do më thonë, se ka shumë për me folë për betejnë me Koshares, po kjo konë bashkë emocioni më e madhe mo. E cila ka qenë rëndësia strategjike e kësaj kazerme, çfarë roli ka pas? Kjo ka pas, do më thonë, dhe në Saf Marines, se u lidhë me Saf Marines me pjesën tjetër, se është Karaulla tjetër, për me rujt kufinin, edhe dhe në Gjërovic. Dhe në Gjërovic. Po pasoja kanë pas boll. Çfarë aksione zhvilloheshin këtë kazerme? Po, kena po që të aksionin se u të thamë, se po, ata dunem pas sukses. Aksioni tjetër akon me Nasim Haradinin se kena po, si kena dalë Piskaverave, do të shkojmë bashkë në vendin e ngjarjes bashkë ku kena po aksionin. Edhe Agim Ramadani ka pas bon. Peqë saj Karaulla o njës Piskaveri me ushtarë për me dalë bjeshk, edhe i ka dalë për para. Edhe djemë të Jasicit, edhe ata i kanë sulmuë me Piskavera. Pe këtu janë njësë. Edhe aty. Po ka kënë që nduë aksioni jonë, si këna pas organizuë me Nasimin, me shok, shatë datë si kanë gjujtë djemë të Jasicit, do me thonë, gjocaj. Të një këtë atja? Këta janë njëftuë se i kanë sulmuë e ndalë këta për me dalë në ima aty në serve, edhe atë ditë ka qëtlu si na i kena godit edhe na. Për të njëjtën ditë, kanë bodi sulme. Edhe ku shkojmë atje të ta spjegojmë më mirë, do me thonë krejt se kena organizuar. Kjo kazerë më shumë afër Padeshit, a është ndjerë ndonjëherë zona e Padeshit e rrezikume? Po kur bëjshim na shështon, na gjujshin me topa, do me thonë me mitrolozë, me mina helsa, na kanë gjujt, sa herë e kanë godit fshatin Padesh. Përsa i përket ushtrisë serbe, sa ka qenë numri ushtarëve në këtë? Do me thonë për në verë në të tjetës, ju thash për ta ka pas, do me thonë, se mu shke krejt fusha, rreth 400 ushtarë janë po deri në momentin që e braktisën kazermen, si ka qenë situata ushtrisë serbe? Kur aty kanë pas përvërcimi së dush ushtarë, edhe atëherë, po na kem më pak ushtarë, shumë më pak, se ola njën e kishëm ra, me se tërë, po ushtarë patëm pak, në fund të erën boll, ushtarë, po erdhë tonë Serbia me ushtrime të na mjetet më të forta, ardhë të në kufi, po s'ka mbujt me na marë ma. Kur ushtria serbe e liroi kazermen, çfarë ndodhi me kazermen pas atyre viteve? Atër, ngritëm flamurin na, e murëm të Karaulla e Shqipnis, e ka puni polic, Shababo që i thonë, edhe kena hjekt servit tu, e kena nuë direkt. Kush edhe. Sot çfarë do thotë për ju kjo Karaull, sot pas 27 viteve? Kjo ta së jetë si muzëm kur vje këtu, kënë i dashësi, si e sho, vinë vizitore e shohë, po pak rruga është e kese, e kështu.
Si ishte aksioni i organizuar nga pala shqiptare në vitin 1998? Nga ushtria shqiptare e Kosovës, domethënë ushtarëve, në 98-ën patenar përfërcime të mëdha të Karaulli Kosharës, me çadra, domethënë 5 çadra janë këndmushur vetëm ushtarë. Edhe u rështajshin mjes në që të fush të jenë asët, tonë ushtarët. Edhe bëjqin një betim, në 5 mjesit do më thonë ushtajshin krejt të mole pe ati zoni si i thëshin 2-3 fjallë sërbisht, po tash së di gjuhën serbe. Edhe shkoj të Nasim Aradini ish me bazë në Padesh të adhem, edhe i thëm, kështu ka nërë disa forcat mëdhaja ushtarake me mjete, me të rike, me ushtarë, edhe e bojmë një aksion. Edhe s'ma prish Nasimi, e organizojmë, i qëllja 5-6 ushtarë, i thomë në atë mali vogël të në rebet Padeshit, me top 75 mm, 2 topa, edhe e lamë për me zhujt, kur t'i lërmëroj une, se hipshan ma e pish të shpia atje, sipër, edhe pa isha këtu si më plam dorës. Edhe në 5 mjesit, bashkojnë ushtarë, tu mushët që fush komplet ushtarë. Edhe fillojnë, i delë komandant dy këtu për para, ju po i fletë diçka sërbisht për para. Në atë në moment, se me radje lidhje, unë i njëftej ushtarët që ishë në ati me të, edhe fillojnë për me zhujt. Edhe zhujt për edhe parë, e bjenë në pisha këtu, edhe nuk na plek, nuk na kopë. E dyta, i bje objektit në cep atje, e nuk shpërthen. E treta, bjenë në port, edhe shpërthen, po pa rëd dami, do me thonë në forcat tyne. Një pa ushtarët, kur ka ra për edhe parë, ka shkelin njëni tjetërin, si bubrecat, ka shpërdohen tu si bubrecat, njëni mi tjetën me ikë. E kjo akon aksioni, si e pa dhe notë të tjetën për organizuar shumë mirë, po dulem pa sukses. Se edhe predat ishin kon jetë mira, po edhe provoj nuk kena pas qështë të madhe, dhe më thonë, ushtarë që janë konë aty, si janë thonë. Si reagoj ushtria serbe pasi atentati që... Atër, ka pa të nxujt me Mina Helsa, qatë zonë, si erdhen, do më thonë, drejtimi, si erdhen në gjujtjet, edhe me 12 shtatë. A ditë vila godit, do më thonë, pa desh, i hera parë, si e konë gjujt me Mina Helsa nga forcët të serbe. Këtu në këtë pikë në fshatin Padesh ka ndodhur një aksion ku zotri Hajdini ka qenë vetë pjesëmarrës edhe do të na shpjegojë më detajisht. Si ishte aksioni i asaj dite? Po, atë ditë, do më thonë, i ditë para, pa të ra reke e kese edhe uniki, pa të morë forcat serbe. Edhe në mjes, ditën mjesit, i ditë mas, do më thonë, erën një 2 ushtarë të shpia jonë të kulla këtu, edhe më thanë se shështu, do më thonë, janë jetë flesh plaka, në përmole ka kthehen për i Kosove, civil, plagosën, edhe lëpëndime e dalim i një muë. Ju njëftova ato në kushret të si ishin, edhe dikush murë bukë, që kishim tamle, djathët, që të i kishim, do më thonë, me shumë hitë. Ka filluë. Po, që ka filluë dhe mësyna najra. Une me 3 kushret mi të rikëtu. Edhe pe veshgaj territorin që për Livizit, kur nisën nga Karulla serve, nisën 2 Fisgavera, një Pragë. Për me dalë që rruga që të poshtë, edhe për më nisën me dalë të gumurë të atje i thomë na, edhe me i dalë në pritë, si ishin ka këthejnë për i Kosovë civil, plagosën, ushtarë, edhe e marë Gulinovin, si që atë, e ngrehe e t'javë njësi luftime. Edhe kur dalën këthe si to, ja, do më thonë, fillaj me i godit, edhe shdritin për i Fisgaverave, që ta si, do më thonë, si shtuën, o shush me thonë ty, edhe futën në to, hapën në përmalë. Ta shte krisi aty të në andë, ta gjemë të Padeshit ishin edhe ka shkojnë për një mua aty në qka, jëmë thonë Padeshit, ta me vinë për me dalë në i mua. Luftime, edhe hapët frontit dej, i thomë na dej të treshi.
nën, ka përgjithësimi kundër tyne. Unë me kushërit e mi, ata fuqin fishek në zinxhir, se shash shumë kena bërë uftime sa si përballëshin për me shti fishek në për zinxhir, sa unë zë e gryka e metrolozit në të gjujt në ta, e u dësh me ndruë në 12.7. Edhe nuk i kena lanë me depërtue as 1 metër, do më thonë për me ikë për pjetë. Mundu më gjitë ras këshare s'kom, edhe i kena hetua. I kena hetua edhe aty mali, u pojke ka prehet pe i plumave, edhe s'ka pas shumë s'me ju dalë, pora janë dalë, po i një thera në kom, këta si i dulëm për para atje, në dalë i kanë marë plesht e plaka në shpinjën të atje në kërmole, e i kanë këthy djemë të Padeshit, kushërit e mi, djemë të mirës, edhe në atë moment, do më thonë, erdha i shefi kufinit Shqipnis tonë, dhe më tha, po të arrestaj, bara gusërari, Po të arrestaj, Po, më tha, po të arrestaj, thash, po më dhekeq, po ik, thash se... Mos ta kthej Grykën. Po, mos ta kthej dhe ty Grykën. Edhe a ik, do më thonë, me kry ult, edhe s'ka bati. Mas 2-3 ditë, djale mirës, tam guximi, është kanë polic, do më thonë, ushtrak, edhe i thot Fatmir Hakla ma shku ma mora djallin si ka gjujt në shkije. E ma pru në Bramësër. Edhe shkojmë aty takura me Fatmir Hakla e më thot plumë të pushka. Vetëm a im ka thonë plumë pushka, do më thonë, këta të mdhajt se në konë qytetit shqiptarë, do më thonë. Ljoke apo na kallëzo ku jem këto? Tu jeni të drejtusja e shkire si ja konë afer pullës. Edhe u qekenja drejtërishin vish edhe shkijet ja konë që to dhe nuk i kanë hetue. Nuk i kanë hetue. Në vitë kufinit. Kjo drejtusja shkide, u qekenja ka drejtue në vish edhe këta nuk i kanë hetue. Pej që tu i këllë nga te kanë pas. Shumë ofër pasën, se edhe kur erdhëm, krejt ofër pasën pas. Po me gjithë se ta shë ka zonë mali, po ma mërmenja ma për para, akon krejt e hapun e kësajde? Akon mali i prej mbatorsek. I matorsek. Ka disa metra afër kufinit e preshin, sharreqin shkijet. Po, të me pas, po me një qartë. Që ke janë nga, bish, edhe këta, kjo është se kanë pas piken me vrejtu ata. Zotri Arben, a ka pas në herë shkeljet kufirit nga pala serbe? Ndaç kufirit të kësor, ndaç ajror? Po, ajror, po, në të tetën, me helikopter. U fushin shaf Marines, për kënaj edhe mes shkenzenit e nxërnit. 4-5 herë e kalaj. Kufinin edhe e kish me krysh. Të kush edhe po më thonë se është i kryshit kush. A më thonë, një ditë kur po më thonë, jo është ishtë serve, një javë ditë e Patanre Gulinovin e po gati kur ke pres, kur po vjenë. Edhe atë ditë nuk erë nga kënej, po erë 5 nevti. Këtë poshtë, po bukur lërgë, si lagësi këtu, e dalë të mitralozit, janaj 250 fishek, i kom shkrejt këto, po mitralozi i vogël. I vogël, se ka edhe ka. nuk muni bona gjanë. Veç ama, atë ditë e mas se ka shkel ma teritorin shqiptar. Edhe komandanti Serb një intervist përmenë, pash qëtë rast, i shkon një general i madhë i korpuzit të Prishtinës në helikopterat ditë. Edhe e përmenë, qëtë rast. Qëtë rast. Teritorin mos e ka shkel. E rast e tjera? E rast e tjera vetëm këtu Serbë s'kan mujtë me hi, veç në Kamenicës. Në Kamenicës, po që na shpjegove pak më parë. Tjetër, ku kena me shku Ljoke? Në Tresha? Ky gur kufitar në Koshare është simboli i thyrjes së pengesës më të fortë gjatë luftës së Kosovës. Pikërisht këtu, në pranverën e vitit 1999,
u qel rruga e lirisë. U lidhën trojt shqiptare dhe u rrëzua një vijë ndarëse që kishte mbajtur të ndarë një popull. Kosharja mbeti përjetësisht kujtesë e gjakut dhe sakrificës për bashkim dhe liri. Se Treshi, si e kanë rëzue qekeja, kanë thyë, kufirin shqiptar, kjo është. E u hap rruga e lirisë. U hap rruga e lirisë, u çlirua vendi, u çlirua adheu. Për djembe, nonave, për djembe të Kosovës dhe të Shqipërisë. E thyen kufirin. Shqiptar. Kjo është se Treshi. Sa djemt njën shkua këtu me armatim. E më municion në shvinë më për këtë angall, ata e din. Jemi në zonën e rrasës së Kosharës. Këtu ka ndodhur një aksion tepër i madh i jashtëzakonshëm me zotëri Arbenin, Nasim Haradinaj dhe luftëtar të tjerë. Po. Kështu që më gjërësisht po për detaje, fjala për ti. Po. Këtë aksion e pat përgatit nëna eme, Freda Haradinaj. Domethënë, unë e kam zbatuar. Me gjithë Nasim Haradinin më shokë. Na çuan në orën 3 natës edhe kena kap pikat. Bashkë të që lisi që aty në tepër, nga lisat më të mëdha, po tash i kanë prej dhe janë nuk janë. Ne 3 jena dalë në qatë pik, edhe 7 metra për i shikuni, fërmërapa, është pika tjetër. Edhe kena prit në natje kur po vinë pizgaverat tash. Kur i kena një të Karaula që janë dhezë dhe po vinë kjo fap. Je praga e 2 pizgavera. Pragën e lame kalon, e kalon edhe pizgaverën e 2. Parë, do më thonë, kalojnë, edhe kur shkoj të pritë atyne, erdhjoni këtu. Edhe kena fillu me i gjujt pishtu. Poshtë, që to është vendi bashkë, që thot Nasimi i rrotullohet kapelja. Që to bashkë që ko poshtë. Në këtë lugën poshtë. Që lugën që të pëtë poshtë. Akon, edhe nuk ka pas shans as me na gjujt një herë ata. Përveç, po, kanë gjujt me praga tërpej atje, masë kena kry në aksionin, edhe kena po tërhekjen puftë, mrapsht. Jo, për me kalu kufinë me dalë në Shqipëri, atje, në zonën tonë, po kena kalu krejt mrapsht, për mos më radë zyë. Edhe atë ditë konë aksionin, do më thonë, me 28 korek. 28 korek. Edhe atë ditë, prapë, mas pari kishin pas sulmua djemë të Jasicit e Gjoca, Në Junik. Po, në Junik, për mi Junik. Për mi Junik, po. Edhe këta janë një spej Karaullit të Kosharës për me dalë ndihmë atyne. Edhe fati, jonë si akon, organizume që jo prit, edhe i kena qërëntue. Do më thonë, dykret. Edhe akon një aksion shumë i sukseshëm. Ishte i sukseshëm. A ditë edhe helikopteri Serb është ardhë në livadët të Kosharës o ullë. Kurse të Karaulla nuk ka mujtë ullë tuqës. Edhe ullë atje. Edhe jena tërhek, jena të kutër në nonën poshtë që tje i lumët. Na duhet para edhe ke një aksion shumë sukseshëm. A ka pas aksionet tjera më pas kësaj date, pas 28 korrikut? Do më thonë, po, Agim Ramadani ka po. Ka po në shtatër. Edhe pe kësaj Karaulla njës pizgaveri. Shimena, që saj rrugë, edhe ju ka dalë në pritë Agim Ramadani edhe ka filmu, është në filme ma është një tube. Aksion shumë i sukseshëm edhe i ti. Zotëri Arbeni, jemi paka shumë drejt fundit. Nuk e di qa do na kështë thonë ti diçka, ose sot mas kaq vitesh, qëfar nostalgjie ke, qëfar kujtimesh ke, qa mund na thush ti për gjithë përjetimet e tua, sepse ti ke marrë pjesë në luftë, jo vetëm si luftëtar, po ke dhënë kontributin tënd me gjithë shka, mund të themi. Po qa kena pas mundësi, me qa ke pas mundësi, edhe nuk do më dhejmë konë djali vetëm, po s'jem rujt as njëherë. Është më ka rujt zoti, si i thonë një fjale, edhe për trit e Kosovës, kam mesazh që të mos t'i hupin vlerat e luftës, e të vinë të vizitojnë vendet që ku ka pas luftime për me mësua brez mas brezi.
e mos ta hupin fjallën u që ke. Se është shrajt. 3 shkronjatarta. Kjo mesazhin. Loke, ti, se ti edhe organizator e lufte, ti pas ke pas edhe ideja për aksione për luftë. Po, kom pas ideja, se shashtu nga ka pa mësu më në veri, edhe kom një thirrje për krejt shqiptarët, për djemë që janë nog, edhe gjykatës me i thoni e po drejt, edhe po i bëj thirrje dhe aso, lëshonaj shlirimtarët, lëshonaj djemë tonë. Edhe me kanë krejt shqiptarët bashkuëm. Jem bashkum. Dhe jem e ma shumë, po jem bashkum. Që thirrje kom. Fshati Padesh, zemra malësisë së Tropojës, qëndroi jo vetëm si dëshmitar, por si një aktor i pazëvendësueshëm i luftës së Kosovës. Këtu ku historia dhe njerëzit bashkohen, mësojmë se liria kërkon më shumë se armë dhe betejë kërkon zemra të mëdha dhe besë të pathyeshme. Sot kujtimi atyre ditëve nuk është vetëm për të ndëruar dëshmorët, por për t'i treguar brezit të ri se sakrifica dhe bashkimi janë çelësi i së ardhmes. Nga Padeshi i Tropojës, përmes zërit e banorëve të tij, na mbetet një mesazh i qartë. Liria është dhurata e fituar me gjak dhe është detyra jona ta mbrojmë dhe ta ruajmë atë në çdo frymë. Në emër të zonit i fshatit, falenderojmë të gjithë ata që na dëgjuan dhe ju ftojmë të jemi gjithmonë pjesë e historisë që vazhdon të shkruhet.